Imagjinoni një ushtri që nuk flet kurrë. Një rjet inteligjent me miliarda ushtarë që patrullojnë trupin tuaj çdo sekond, duke ju mbrojtur nga miliona viruse, baktere dhe toksina që përpiqen t'ju sulmojnë. Ky është sistemi juaj imunitar, mburoja juaj personale e jetës. Por çfarë ndodh kur kjo ushtri pëson një përmbysje ose fillon të sulmojë vetë shtëpinë që supozohet të mbrojë? Sot do të zbulojmë në mënyrë të thjeshtë si funksionon kjo makineri e jashtëzakonshme dhe cilat janë sëmundjet e rënda që e kanë zanafillën pikërisht nga një keq funksionimi i sistemit imunitar. Qëndroni me mua. Për ta kuptuar më lehtë, sistemi imunitar është i ndarë në dy vija kryesore e mbrojtjeje. Imuniteti i lindur, mbrojtja e shpejtë. Ky është muri rrethuesi i kështjellës tuaj. Përfshin lëkurën, acidin e stomakut dhe qelizat e para që nxitojnë në vendin e ngjarjes sapo vriteni apo prekeni nga një virus. Ata sulmojnë çdo gjë që duket e huaj pa bërë dallime. Imuniteti i fituar, mbrojtja inteligjente. Kjo është elita e ushtrisë. Nëse armiku e kalon vijën e parë, hyn në lojë limfocitet T dhe limfocitet B. Këto qeliza janë inteligjente. Ato e studiojnë armikun, krijojnë armë specifike të quajtura antitrupa për ta shkatëruar atë dhe më e rëndësishmja, e mbajnë mend atë për gjithë jetën. Kështu funksionojnë edhe vaksinat. Sistemi imunitar nuk është një organ i vetëm. Ai përbëhet nga palca e shtrave, shpretka, timusi, nyjet limfatike dhe qelizat e bardha të gjakut të leukocitet. Kur ushtria çmendet, sëmundjet me zanafill imunitare. Në kushte ideale, sistemi imunitar është perfekt, por si çdo sistem kompleks edhe ai mund të bëjë gabime fatale. Kur ai nuk funksionon siç duhet, zanafillën e kanë tre grupe të mëdha problemesh. Sëmundjet autoimune, kur sistemi i sulmon veten. Në këtë rast, sistemi imunitar pëson një konfuzion total. Ai nuk e dallon dot mikun nga armiku dhe fillon të shkatërrojë qelizat e shëndetshme të trupit. Disa nga më kryesoret janë: diabeti i tipit 1. Sistemi imunitar sulmon dhe shkatërron qelizat e pankreasit që prodhojnë insulin. Artriti reumatoid. Ushtria e trupit sulmon artikulacionet, nyjet, duke shkaktuar inflamacion kronik, dhimbje dhe deformime. Skleroza multiple. Këtu sulmohet kasketa mbrojtëse e nervave në trupin ton, duke vështirësuar komunikimin mes trurit dhe pjesës tjetër të trupit. Lupusi. Lupus eritematoz, një sëmundje ku sistemi imunitar mund të sulmojë pothuajse çdo organ, lëkurën, veshkat, gjakun apo zemrën. Alergjit, reagimi i tepruar. Ndonjëherë sistemi imunitar është mbi alarmant. Ai shikon diçka plotësisht të padëmshme, si poleni i luleve, kikirikët apo pluhuri, dhe e trajton atë si një rrezik të madh për jetën. Rezultati? Të shtitje, skuqje e deri në shok anafilaktik, që është kërcënues për jetën. Imunodeficiencat, kur ushtria dorëzohet. Kjo ndodh kur sistemi imunitar është shumë i dobët ose mungon. Mund të jetë gjenetike ose e fituar. Kur shembulli më i njohur është virusi HIV, i cili shkatëron pikërisht qelizat inteligjente mbrojtëse, duke lënë trupin të pambrojtur nga çdo infeksion i të thjeshtë. Pse dështon ky sistem? Shkenca ende po hulumton, por zanafilla e këtyre problemeve zakonisht vjen nga një kombinim i tre faktorëve. Gjenetika, trashëgimia e disa kodeve gjenetike që ju bëjnë më të prirur, faktorët ambiental, infeksionet e kaluara virale që mund të ngatërojnë sistemin imunitar përgjithmonë. Stili i jetesës, stresi kronik i cili çliron kortizol dhe përmbys balancën imunitare, mungesa e gjumit dhe ushqyerja e keqe me produkte të procesuara që nxisin inflamacionin. Sistemi ynë imunitar nuk ka nevojë për mrekulli apo produkte magjike për të rritur, por ka nevojë për balancë. Një gjumë i mirë, ushqim i pastër, aktivitet fizik dhe menaxhimi i stresit janë municioni më i mirë që mund t'i jepni ushtrisë suaj mbrojtëse. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe dëshironi të mësoni më shumë se si të kujdeseni për shëndetin në mënyrë shkencore dhe të thjeshtë, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të shtypni këmbanën që të mos humbisni asnjë video të radhës. Tregoni në komente
A vuani nga ndonjë alergji apo keni pasur eksperienca me sëmundjet autoimune? Shihemi në videon tjetër. Qëndroni të shëndetshëm.